Nga ana tjetër kemi një qeveri, kryeministri Rama duket se po e thellon këtë hendekun me drejtësinë, duke përmendur në mënyrë të vazhdueshme parat. Si do ta shikoni ju këtë sjellje të zotit Rama ndaj drejtësisë? Ai përmendin fillimisht që na kushton kaq në buxhetin e shtetit nëse gjyqtarët e rrisin rrogën aq sa ç'duan vetë ata. Pastaj sot ka thënë parat që po paguhen për dëmshpërblim ndaj vettingut, e disa që e kanë fituar çështjen në gjykat na shkojnë prap disa milion euro të tjera në një përpjekje për ta prekur opinionin publik që po ikin lekët e buxhetit. Nuk e di raporti i kësaj që thot Rama, po të mbledhësh gjitha shifrat po të mbledhësh gjithë shifrat e asaj që kërkon Spaku dhe gjykata speciale, ti marrë qeverisë për ta çuar në gjykat është shumë i pabarabartë në fakt. Po, faleminderit për pyetjen. Në fakt është shumë e drejtë. Pra ju po ta shihni ai po gjun shashka, po mundohet të spostoj opinionin publik, mendimin, diskutimin, media etj. Në fund fare ditës, shteti për çfarë është? Shteti është për të administruar taksa dhe për të kthyer ato në shërbime apo investime apo jo. Një prej këtyre, dhe me hall shumë të madh, dhe kujtoj që ky ka qenë flamuri i madh i Edi Ramës apo jo, reforma drejtësi. Pra, në këtë moment këtu është kërkuar diku një rritje pagash, që unë mendoj që çfarëdo lloj kategorie që ka në një botë normale funksionale, ka drejtën e vet me kërkesat e veta përkatëse. Pastaj i miraton, si miraton, pse i miraton, dhe pastaj gjuha që gjen forca përfaqësuese, mund të jetë sindikat, mund të jetë grupazh, mund të jetë shërmsika dhe qeveria, është diskutim tjetër, po pse kjo duhet bëhet publike, se unë nuk di të ketë në një kategori të veçantë punonjësish që nuk do rritje pagën. Njihni juve, kudo në botë është kjo diskutim, ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit. Dhe kjo është krejtësisht normale. Pastaj vendoset sjellja e këtij debatit në vëmendjen publike është pikërisht ajo që bën Edi Rama gjithmonë për të thënë tash që nuk është ky faji, po është faji këtyre pangopërve. Këtë ka bërë me mjek më përpara, këtë ka bërë me mësues më përpara, ka bërë dhe me gjykatësit përpara akoma. Lufta e vjetër e klasave, me një palë shoqërisë kundër shoqërisë tjetër. Fund fare, kur ne shohim faturat dhe shohim se çfarë lloj abuzimesh ka bërë Edi Rama, çfarë lloj abuzimesh ka bërë Belinda Baluku, e çetat atyre se nuk janë vetëm. Apo Erion Velia në Tiranë, e me radhë, kujtoj unë që sot kemi o të dënuar o në hetim 40 bashki të Shqipërisë. Pra, 61 gjithsej. Dhe deri sot nuk janë hap çështje vetëm për 21 bashki. Në 40 të tjera, gjithë kryetarët e bashkive apo elementë të rëndësishëm tyre janë ose në burg ose në proces hetimi. Ky është realiteti që ka Edi Rama. Që do të thotë, sot njerëzit i ka aty brenda dhe nuk është çështja, ai nuk do të rrit mendoj se sa i para don një punonjës që punon punë të ndershme me djerës e ballit vet. Por duhet shofi këto kumblla dhe dardat që i thot Mihajn mas shpinës. Dhe kujtoj unë një element më të rëndësishëm, se paraja patjetër është e rëndësishme dhe Edi Rama e ka çuar në nivele kolosale vjedhjen e pasurive publike. Por si ka mundësi me gjithë këto para të harxuara nga ai, supozohet në vepra publike, si ka mundësi brenda një muaji të gjitha rrugët dhe të gjitha tunelet që ka ndërtuar ai urrëzuan? Si ka mundësi kjo? Pra, tuneli i llogaras, po se nisi ajo. Po, kjo është ka hekur as ka hekur. Është nga ato rastet rradha kur të ndodh para syve vërtetimi i akuzave. Quk çafloç. Tuneli Burrizit me diskutime, ura Bashës me të gjitha njëkohësisht. Brenda e kuptoni juve tash? Pra ky të kthehen 10 vjet mbrapa minimumi këtu. Përveç se të ka djallë, të le dhe pa shërbime, të le dhe pa lidhje. Pra të le pa akset kryesore, po si ka mundësi që nuk rrëshket rruga Kombit? T'ja bëjmë çik pyetje vetes këtu. Pse nuk rrëshket ajo, por rrëshkasin gjitha këto tjera? Sepse këtu nuk është çështje thjesht vjedhje. Këtu është ka një agjend të qëllimshme për ta mbajtur mbrapa këtë vend. Kjo është e vërteta që neve duhet kuptojmë. Ju pat se si sot media u bë një krahasim edhe tek shtyri, u bë një krahasim ndërmjet një autostrade
që lidh Janinën në Greqi. Me mos gabohen, që është me 6 korsi, pra 2 korsi ecje dhe nga secili krah dhe 2 korsi emergjence, pra 4 korsi ecje dhe 2 korsi, 6 korsi, e cila kushton 40% më lirë se Quks Qaploça, që është me 1 korsi nga i krah, 1 korsi nga krahu tjetër. Pra është tërëfisht më gjatë, më shpejt, më gjerë, më shpejt dhe kushton 40% më pak. Çfarë ndodh përveç se vjedhjes galopante që bën Edi Rama, Balluku e Merrani? E në fund fare, edhe i kapur është ai bashkë me atë me preshë dorë. Pra, ata janë shumë qartë kapur, dosjen e tyre që kanë, janë shumë qartë kapur për këtë çështje. Edhe i kapur, atyre u mungon çdo lloj integriteti politik, se integritet personal s'po hyet, po integritet politik. As për të ndorëhequr ajo zonja kur dele pandehur, as ta shkarku ky që ka zëvendës kryeministrin detyrë, shkon e ankimon gjykatë kushtetuese, pastaj shkon dhe i bjen gjykatës kushtetuese dhe tha nuk mori vendim, kur në fakt ajo ka marrë vendim, që ai lexohet. Pra vendimi është i publikuar, lexon shumë qartë që gjykata kushtetuese vendosi rrëzimin e kërkesës së Edi Ramës. E shkruan tek pika 1 e vendimit. Dhe më pas tani çfarë bën? Mundohet me çdo kusht të mbrojë mandatin, imunitetin e deputetit të Ballukut në parlament, duke përdorur shtetin si mburoj ndaj vjedhjeve që ata kanë bërë bashkë. Se kjo është e vërteta. Pra pozicionet publike që ata kanë, tani ata duan t'i përdorin si mburoj dhe duke parë riskun që këto abuzive po bëhen të qarta dhe tashti edhe pak më parë tashti aq shumë kanë arritur këta të vjedhin sa që si mbroj dot as ata që i mbronin më parë, sa aty ishin dhe përpara çështjet. Ju e dini që çështja u hap sepse po parashkruaj, apo jo, ishte në limitet e kohës për t'u parë dosja, që do të thotë aty ishte gjithë koha. Ajo po rriskoi që mos shifej fare. Aq e madhe është bërë, sa që tashti drejtësia do veprojë dhe ajo kupton që po shkon topi tek ai, po shkon topi për lart. Pra, e burgosi Velien, po e burgosi për një diçka të vogël aty personale, apo jo? Nuk e ka burgos për incinerator, se shkon topi ke ky, se VKM nuk i nxjerr kryetari i bashkisë, ai nxjerr kryetari i qeverisë. Burgosi Ilir Beqan, po për çfarë? Për fonde aty, jo sa spaku etj, po jo për koncesionet, se koncesionet prap del ky, koncesionet e shtetësisë, apo jo. Këto janë të vërteta. Pra, qindrat e milionave të eurove të vjedhura çdo vit, si do i çek Edi Rama? Do mundohet të ndroj kodin që të mos kapet, dhe ai ka vetëm një alternativë ke vetja vet, është të mbaj pushtetin me çdo lloj force në mënyrë që ai të mos dënohet. Kaq, ai po mendon vetëm për veten e vet, jeni shumë të qartë. Pra nuk po mendon për askënd tjetër dhe për jashtim të vetes vet. As kerrethi i vet i ngushtë nuk po mendon, ai është i gatshëm ti lër gjithë ato, se e ka thonë ai. Hëngrë dardha mbas shpine. Apo jo. Pra është i gatshëm të lëshojë gjithë bashkëpunëtorët e vet, me kusht vetëm për veten e tij dhe ai e don këtë pushtet ta përdor si mash vetëm për sigurinë e vet. Kjo nuk mund ndodh një shtet demokratik. Kjo s'mund ndodh një shtet që do me het përpara. Një shtet antar i NATO-s, një shtet që do me shku drejt integrimit evropian. Kjo është e pa imagjinueshme, do kishte qenë dikush thot me drejt njoh karakterin e